arsye, unë mendoj që tash si vjeti kemi edhe zgjedhjet lokale, fatkeqësisht zgjedhjet nacionale kanë përfunduar, po akoma nuk jemi në situatë që ato të kompletohen dhe në këtë drejtim më shumë të pëson një prej atyre që pëson më shumë të është edhe forca jone armatosur, sepse ne do duhet që kësaj force t'ja hapëm rrugën drejt integrimeve rajonale dhe globale. Mos prania apo mos pjesëmarrja e forcave tona të armatosura në evente shumë të rëndësishme dhe mos hapja rrugës drejt antarësimit në NATO, fajin kryesor për mendimin tim në 4-5 vitet e fundit e ka diplomacia jonë, e cila ka qenë jashtëzakonisht e dobët, ka qenë jo efikase, sepse çdo force të armatosur diplomacia do duhet të hapte rrugën për antarësimet apo për të qenë anëtare ndonjë institucioni që janë apo ndonjë mekanizmi që janë Karta e Adriatikut, pastaj është partneritetet përposhtë dhe në fund si qëllim kryesor Kosova ka antarësimin në NATO. General, edhe një pyetje në fund, po duhet t'ju parashtroj, ka të bëjë me këtë deklaratën e ministrit mbrojtjes për prezencën e madhe të ushtrisë së Serbisë në kufi me Kosovën. Shkurtimisht po duhet të bëj, a janë serioze si qëndrime këto dhe është gjë që s'ka ndodhur të kaluarën? Pa çdo mos suksesi jonë i brendshëm mundohen që të arsitojnë me prezencën e serbëve në territorin serb. Ajo është territori i tyre, forcat e tyre të armatosura mund të lëvizin atje ku ata dëshirojnë, sepse është territor serb. NATO-ja është këtu, gjithë NATO-ja, jo vetëm KFOR-i, po gjithë NATO-ja me divizionin e vet është duke kryer stërvitje këtu në Kosovë dhe në rajon, dhe unë mendoj që Serbia vetëm ëndër mund ta sheh që të afrohet apo të bëjë diçka më serioze drejtim Kosovës. Ata kanë edhe ndoshta me arsyetuar të dështimet e veta apo problemet politike që kanë brenda programit, sepse ne përcjellim çdo ditë që tash edhe ju më herët e thatë që Akademia Shkencave ka kërkuar dorëheqjen e presidentit Vučić, studentët me muaj të tërë janë duke protestuar kundër institucioneve të shtetit atje dhe ne edhe ata vetë, po ne e dim, po edhe ata vetë po e dëshmojnë dhe po e vërtetojnë që udhëheqja në Serbi është kriminale, është mafioze dhe ajo çdo herë ka pas qëllim jo vetëm destabilizimin e Kosovës, po edhe rajonin në përgjithësi. Dhe për atë arsye kisha rekomanduar fuqishëm edhe ministrin, po edhe qeverinë në përgjithësi që të merren me punën tona, ta zhvillojnë forcën tonë të armatosur deri në nivelin ku ne të përballojmë dhe të rezistojmë çdo presioni që kemi nga jashtë dhe atëherë do të ishim ne të gatshëm që të kryejmë gjitha detyrimet tona që dalin nga kushtetuta dhe nga ligjit e Kosovës. General, faleminderit shumë për kohën që gjetët lidhur drejt për drejt në faj. Ishte kënaqësi, faleminderit juve.